Përshëndetje nderuar teleshikues, jemi në edicionin informativ këtu në News 24, do t'ju njohim tani shkurtimisht me informacionet e fundit. Vajza e presidentit amerikan Donald Trump, Ivanka Trump, mbrëmjen e kësaj të enjte u prit në kryeministri nga kryeministri i vendit Edi Rama në një takim që vjen pas interesimit të saj për mundësitë e investimeve në jug të vendit. Vizita e Ivanka Trump në Shqipëri po zhvillohet në masa trepta sigurie, pas takimeve në Vlorë ku inspektoi zona me potencial turistik dhe zhvillim strategjik. Ivanka Trump, vajza e presidentit amerikan Donald Trump, mbërriti ditën e djeshme në Tiranë. Prej 2 ditësh, Ivanka Trump ka vizituar qytetin e Vlorës. Edhe këtë të enjte, dita e saj ka qenë mbushur me aktivitete dhe takime fokusuar kryesisht te projektet strategjike në sektorin e turizmit. Në Vlorë, Ivanka Trump u shoqërua nga arkitekt të njohur dhe vizitoi manastirin e Zvërnecit, Portonovën, Dalanin dhe ishullin e Sazanit. Po ashtu, mbrëmjen e djeshme ajo zhvilloi edhe një darkë me kryeministrin Rama. Vajza e presidentit amerikan inspektoi nga afër vijën bregdetare dhe hapësirat përreth hidrovorit në Akërni, një territor i njohur për potencialin e tij të lartë në zhvillimin e turizmit elitar dhe investimeve strategjike. Kuvendi i Shqipërisë miratoi me 110 vota pro dhe asnjë kundër pjesëmarrjen e Shqipërisë në bordin e paqes në Gaza. Më herët, në seancë pati debate dhe përplasje të forta politike lidhur me këtë temë, debate që u përqendruan mes kryeministrit Edi Rama dhe kreut PD Sali Berisha. Rama ironizoi qëndrimet e opozitës, ndërsa Berisha theksoi se mbështetja për këtë iniciativë duhet të bëhet në përputhje me Kushtetutën. Presidenti amerikan Donald Trump dhe lider të tjerë botëror morën pjesë në ceremoninë e firmosjes së bordit të paqes, pjesë e planit të tij për të rindërtuar Gazën. Presidenti e Kosovës Vjosa Osmani ishte në mesin e nënshkruesve, ndërsa kryeministri Rama mungonte. Në fjalimin e tij, Trump theksoi se bordi do të funksionojë në bashkëpunim me Kombet e Bashkuara. Ndërsa në Davos firmosej bordi i paqes, kryeministri Edi Rama ishte në parlament ku u pyet se pse mungoi në nënshkrimin e marrëveshjes. Ai tha se mes ftesës së Trump për të firmosur në Davos dhe vajzës së tij Ivanka Trump, e cila ndodhej në Vlorë, zgjodhi këtë të fundit me lejen e babait të saj. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha komentoi planet për investimet në jug të vendit nga kompania e dhëndrit të Donald Trump, Jared Kushner. Berisha tha se edhe ai e ka ofruar ishullin e Sazanit tek Berlusconi, por për shkak të krizës ekonomike investimi nuk u realizua. Çështja Balluku u shqyrtua ditën e djeshme në seancë publike nga gjykata kushtetuese mes akuzave të ndërsjellta për tejkalim kompetencash. SPAK mbrojti vendimin e GJKO-s dhe deklaroi se kryeministri nuk mund pengojë hetimet, ndërsa qeveria dhe presidenca paralajmëruan në rrezik për paralizimin e ekzekutivit. Trupa e gjyqtarëve është tërhequr për vendim. Në gjykatën e posaçme u zhvillua dje seanca paraprake në ngarkim të presidentit Partisë së Lirisë Ilir Meta dhe ish bashkëshortes së tij Monika Kryemadhi. Avokati tha se seanca do të vazhdojë më 29 janar, ku prokurorët do të shpalosin pretendimet e tyre për dënimin e Metës, ndërsa ky i fundit, sipas avokatit, është përplasur me prokurorët e çështjes duke hedhur poshtë akuzat. Emisioni Vetting në News 24 trajtoi këtë të enjte çështjen e kontratës për portin e ri në Porto Romano. Vetting zbulon se kontrata u shoqërua me shkelje të shumta dhe i konsideruar me flamur të kuq për shkak të mundësisë së korrupsionit. Kryeministria daneze Mette Frederiksen përjashton negociatat mbi sovranitetin e Groenlandës si pjesë të marrëveshjes së Trump, duke reaguar për takimin mes shefit të NATO-s Rutte dhe Trump në samitin e Davos. Numri 1 i qeverisë daneze deklaroi se Aleanca Veriatlantike nuk mund të marrë vendime mbi sovranitetin e Danimarkës dhe Groenlandës. E përditshmja britanike The Sun i ka kushtuar një artikull të gjatë vrasjes së biznesmenit Ardian Nikulaj, të ndodhur më 19 prill 2023 në Shëngjin, duke përshkruar krimin si një sken filmi hollywoodian. Vllai i Ardian Nikulajt tha se edhe për kokën e tij është ofruar një shumë e konsiderueshme parash.
Kjo ishte gjithçka përgatitur për këtë edicion të shkurtër informativ, por mos harroni për informacionet më të fundit, mund të shkoni në balkanweb.com për të informuar mbi ngjarjet më të fundit nga vendi dhe nga bota në korale. Bashkë do të shihemi në edicionet e radhës informative, deri atëherë, mirupafshim.